Jemi rikthyer nderuar televizionistë në pjesën e dytë, po kaq e rëndësishme si themi vazhdimisht, sa pjesa e parë. Ndoshta edhe më rëndësishme sepse në këtë pjesë do të kemi në emision dy protagonistë të protestës. Themi dy protagonistë, aty ka shumë të panumërt. Nuk ka këto. Ende nuk është revizuar kështu grupe drejtimi apo njerëz apo kryetar apo gjithë si atë Shqipëria gjithmonë ka këta, në krye ka shumë kryetar, ka shumë komandant, si thua. Dhe kjo është edhe një risi. Mënyra se si këta e konceptojnë deri ditën e sotme, ditën e 23, mënyrën e tyre. Do me thënë, nuk kanë lartë kryetar dhe gjëra. Sidorela Vatnikaj, aktiviste e njohur, ne kemi patur bashkë një bashkëpunim të zgjeruar edhe për protestat apo aktivitetet e tjera që ju kryeni vazhdimisht dhe pa përtim. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Arbër Leshi, pse Arbër, faleminderit shumë, ti do t'jesh vazhdimisht me ne, një lloj si këto. Po për arsye, nuk jemi në një ambient, por nuk jemi fizikisht në një për arsye të teknike. Por do t'jemi bashkë të 5, 4, 5, 6, dhe do bisedojmë. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Jentona Bilekaj, Andi Tela, Artan Hoxha, faleminderit shumë. Arbën, do më mbani vazhdimisht, do të atërit një dhe në njerë, po kur ka këtu debate në një përplasi që mund të kemë, por ndërkohë do t'jetë i pranishëm barabar me në studio. Çfarë po ndodh tani me protestën, pam një numër të lartë pjesëmarrësish të shtunën, shumë të lartë, dhe si pasojë ardhjes nga diaspora. Pati fjalë që kanë ardhur jo vetëm nga diaspora, por dhe nga Maqedonia, nga Kosova, dhe pati dhe një sipërplasje, si thua, mes autoriteteve të dy krave. Lexova sot një përplasje mes një përgjigje, si thua, një përfaqësues të rëndësishëm të vetëvendosjes me për kryeministin Rama, apo dhe të tjera që pretendojnë që këta nuk janë emigrantë nga Maqedonia, po sepse bëjmë pjesë në shtetet përkatëse, shqiptar janë të gjitha, por bëjmë pjesë në shtetet e tyre. Ishte, si thua, gjysmë ironia e zotit Edi Rama. Çfarë është tani, mbaroj dita 23, apo s'ka mbaruar, po vazhdojnë. Çfarë është tani synimi i kësaj proteste? Ne lexuam 5 pika, i lexova unë këtu e gjitha 5 pika të reja, po çfarë është synimi i kësaj proteste edhe një herë, Sidorela, për njerëzit, për popullatën, them unë. Po, atëherë, për të thënë ato që ne jemi munduar të themi për gjatë këtyre 3 javëve, ndoshta duhet kthehemi pak tek pse nisi kjo protestë dhe çfarë përfaqëson kjo protestë vetvete, për të thënë pse këto pika të cilat janë artikuluar gjatë këtyre ditëve janë të rëndësishme. Pavarësisht se kjo është tentuar të kuptohet ose të minimizohet në faktin që ka qenë një protestë vetëm kundër një projekti të caktuar, apo ka qenë vetëm kundër ndikimit mjedis të një resorti, apo mëtej si një lëvizje vetëm ambientaliste, për mua dhunimi një protestuesi i cili po protestonte kundër një resorti absolutisht jo publik që po ndodhte aty, i cili dhunohet nga disa punonjës privat që ruajnë një gardh që është i pajlishëm, në sy të policisë, në sy të një media që në blok e bojkoton këtë lajm, i tregoj shoqërisë shqiptare që në qoftë se nuk reagon, shteti që ne kemi parë si shtet më vete, tani është në duart e të fortit, që në këtë rast është polici privat, pastaj në një moment tjetër është oligarku, në një moment tjetër është krimi organizuar, dhe në qoftë se ne nuk reagojmë, do të tërhiqemi zvarr të gjithë në projekte të tjera. Për këtë arsye, për 3 javë, më shumë se 3 javë tani më, shqiptarë jo vetëm në Tiranë, po në qytetet tjera të Shqipërisë, në qytetet tjera europiane ku jeton diaspora shqiptare, kanë protestuar një zëri për të kërkuar një kërkesë të panegociueshme që është dorëheqja e kryeministit Rama. Nga kjo fillon një artikulim politik edhe më i gjerë, që nuk mjaftohet vetëm me këtë, po kërkon edhe një hetim të atij që ne e quajmë përgjegjës për një sistem autokratik që ka vendosur që nga viti 2013 kur ka ardhur në pushtet, për një favorizim të oligarkisë, favorizim të krimit organizuar që e ka marrë peng shtetin. Për këtë arsye, ne kemi kërkuar dhe vazhdojmë kërkojmë njësoj sot dhe çdo ditë pa kompromis dorëheqjen e kryeministit Rama, që është një kusht i panegociueshëm,
dhe nga ana tjetër reformimin dhe rivitalizimin e të gjithë skenës politike. Pse e them këtë? Mendoj që shumë e rëndësishme ajo që partikulohet në shesh për faktin që një sistem politik dy partijak, i cili ka bashkëpunuar për 36 vjetë për ta mbajtur Shqipërinë peng të interesave të këtyre dy partive të mëdhaja që kanë përfaqësuar vazhdimisht vetëm interesin e vet personal, është ai që po tregohet tani më në shesh si mlefi qytetarëve të cilët nuk duan të jenë më peng e një sistemi vetëm dy partijak. Pra këtu nuk bëhet fjalë vetëm për ikjen e një personi, absolutisht është kushti pa negociueshëm, po bëhet fjalë për reformimin e një mendësie politike që shkon për te edhe krejt klasës politike, për reformimin e një shoqërie që fillon, mendon me mendimin e vet, ka mendim politik dhe kritik, që artikulohet vet, që kërkon një Shqipëri më të barabartë, një Shqipëri publike që e gëzojnë shoqëria shqiptare dhe jo oligarkët apo pronarët e mediave qofshin këta shqiptar ose të huaj, dhe nuk na legjitimohen këto projekte, të cilat ne i marrim vesh vetëm kur vendoset gardi, nuk na legjitimohen më me emra të mëdhenj, siç ka ndodhur me shkatrimin që është bërë gjithë Tiranës nëpërmjet emrave të arkitektëve të famshëm botror, siç na është legjitimuar shkatrimi që është bërë vjes bregdetare të Jugut, siç na legjitimohet paketa e maleve në veri, gjithmonë me të njëjtën logjik të ndërtimit dhe progresit. Ndërkohë që çfarë shohim është, na është shkatruar natyra, na janë shkatruar komunitetet, na është shkatruar dëshira dhe puna për demokraci, dhe ne jemi sot para një autokrati, i cili thot këtë projekt vendosun, madje edhe ngjyrat i zgjedhun, dhe nga ana tjetër shoqëria shqiptare është e detyruar që të shkojë gjithnjë më shumë në margjina dhe të jetë totalisht e papërfaqësuar nga kjo klasë politike. Në këtë kuptim, ato kërkesa që janë artikuluar sot edhe në vazhdim, janë tjetat kërkesa që po artikulohen për 3 javësh. Ikja dhe dorëheqja pa kompromis e kryeministit Edi Rama, reformimi i klasës politike, një kod i ri zgjedhor që jep të gjithëve mundësi të barabarta për të garuar, një qeveri teknike e cila bëhet garant që zgjedhjet në këtë vend të mos kapen as nga krimi organizuar, pas nga patronazhistët, pas nga shantazhi me vendin e punës, dhe të gjitha këto janë problematika që janë artikuluar jo vetëm 23 ditë e fundit, po them prej vitesh, prej dekadash. Arbër Leshi është po ka që njojnë ndoshta më shumë se sa me Sidorelën, me mua, me Ershëm, një aktivist i njohur, dhe unë kam të njëjtën pyetje që i bëra Sidorelës, të më thënë, pas 20 ditësh, çfarë është synimi kësaj proteste? Faleminderit, zoti Ragivi, synimi i kësaj proteste përtej veç gjithë atyre pikave që u artikuluan, duhet të themi që shqiptarët sot kërkojnë një shtet dinjitoz i cili i trajton si qytetar me dinjitet. Kemi një shtet i cili sot funksionon nëpërmjet një partie shtet, ku linjat midis hapësirës partisë politike në pushtet dhe institucioneve publike nuk ekzistojnë më. Kemi një shëndetësi e cila i keq trajton njerëzit dhe qytetarët në një mënyrë skandaloze, ku shqiptarët shkojnë për të kuruar, paguajnë para, nuk kurohen sepse s'ka ilaç, s'ka pajisje, mjekët marrin ato para, i lejnë të vdesin pacientët dhe vetë shkojnë me pusime në Maldive me paratë e shqiptarëve. Një vend ku njerëzit nuk ju plotësohen nevojat bazë, pra ato të kontrollit, çfarë të them, kontrollit ushqimit, mjedisit, kontrolli i ushqimit, i ujit që konsumojnë, i ajrit që konsumojnë. Do të thonë siguria, një treg i lirë ku njerëzit munden të konkurrojnë, që njerëzit që punojnë t'ju shpërblehet puna që bëjnë. Këtu kemi një treg të kapur nga njerëz të cilët emërojnë, praktikisht emërojnë oligarke, emërojnë njerëz arbitrarisht nëpërmjet ligjeve të bëra me porosi. Tani, pa e lënë vetëm në kritik, pra kemi nga viti 45 deri në vitin 90, kanë qenë 45 vjet diktaturë, por nga 90 deri sot po bëhet 35 vjet dhe është shumë e krahasueshme. Pra, ky tranzicion i cili po zgjat sa vet diktatura është i papranueshëm për qytetarët shqiptar dhe sot më në fund, pasi kupa u mbush, pasi u pa se si qeveria, se si policia e shtetit i keq trajton njerëzit edhe në
pronat e tyre, i tërheq zvarr, i dhunon nëpërmjet policisë private, gjitha këto që i kemi pa, kjo tani më shqiptarëve ju ka ardhur këtu, kupa është mbushur dhe po e thonë fjalën e tyre në shesh. Pra, dorëheqje, qeveri tranzitore, reformë zgjedhore, ndryshim ligji për partitë politike që i detyron partitë të kenë demokracitë brendshme dhe ku partitë... E tha Sidorela, e tha dhe ju keni qëllim kryesor, protesta ka qëllim kryesor të rinjtët, po themi se aty ka një amalgam, edhe për cilën unë do t'ju pyes, është shumë heterogjene, por zakonisht në rast të tilla mbinë të gjithë, kupton? Mbinë dhe të gjithë dhe njerëz që s'ka realizuar vetveten në jetën e vet plot kategori të tilla, po që njihen në gjithë botën ky lloj shpërthimi. Por thelbi, ta bëj pyetjen unë. Thelbi është të rinjtë të cilët janë në të drejtën e tyre, në të drejtën e tyre dhe të Zotit bashkë. Tani, qëllimi juaj kryesor është dorëheqja e Edi Ramës. Do thuash ti pari pastaj Sidorela. Si do ta detyroni ju Ramën të dorëheqet? Si përveç këtyre 20 ditëve, do vijoni kështu asi? A keni ndonjë ide më të qartë? Protesta deri më sot ka qenë si që kemi patë gjithë paqësore, e decentralizuar, njerëzit kanë ardhur në shesh vullnetarisht. Ç'kemi parë mos ma trego. Sigurisht, por nga kjo pikë mbrapa, absolutisht njerëzit janë gjithmonë më të zemruar me reagimet arrogante të qeverisë, kryeministrit, dhe absolutisht nuk përjashtohet mundësia e bllokimit të institucioneve Do me thënë, është ideja që protesta mund të bllokojë institucionet e shtetit shqiptar. Sigurisht, mund mos lejoj kryeministrin të hyjnë kryeministri dhe të mos lejoj deputetët të hyjnë parlament pa realizu ato që protestuesit kërkojnë. Të çojnë mosbindje civile. Mosbindje civile. Është, do me thënë, ideja juaj mund të shkojë dhe te mosbindja civile. Okej, Sidorela? Për mua, si ne e detyrojmë kryeministrin për dorëheqjen, është duke qenë ajo që ai s'është do, duke qenë serioz, duke qenë racional dhe duke qenë me vullnet përqendruar aty, derisa ky kryeministër që ka refuzuar të na dëgjojë, po na ka etiketuar, ka tentuar të na delegitimoj me fake news vazhdimisht dhe s'ka dëgjuar asnjë artikulim dhe s'ka marrë seriozisht asnjë artikulim të asaj që ne kemi thënë, atëherë ne do të qëndrojmë aty absolutisht deri në dorëheqjen e tij. Dhe kjo nuk mund të trajtohet më si një luftë nervash mes protestuesve dhe kryeministrit që supozohet të jetë i përgjeshëm në këtë rast, sepse supozohet që përmirëson vullnetin e shoqërisë. Në këtë moment kur ti ke mijëra qytetarë shqiptar, të cilët vërshojnë jo vetëm në Tiranë, por vërshojnë në të gjitha qytetet e Shqipërisë, vërshojnë në të gjitha qytetet europiane dhe kërkojnë një zëri dorëheqjen tënde, përgjegjësia më minimale një kryeministri do duhet ishte dorëheqja e parevokueshme. Fakti që ne kemi një kryeministër i cili etiketon personalisht protestuesit, i cili etiketon personalisht të gjithë ata njerëz të cilët janë influencer, janë bloger, por që janë në të drejtën e tyre për të mbështetur protestën, tregon që kemi jo vetëm një problematik me një autokrat që nuk dëgjon çfarë flitet për të, por kemi një problematik edhe më të shtuar me një kryeministër totalisht të papërgjegjshëm. Dhe përballë në gjykimin tim, një kryeministri kaq të papërgjegjshëm, e vetmja mënyrë se si mund të detyrohet tik është me qëndrueshmërinë tonë dhe me seriozitetin tonë për të shkuar kësaj lufte dhe këtij rebelimi deri në fund. Në qoftë se ai nuk do të na dëgjojë, siç ka bërë që ditën e parë ai doli me deklaratën që unë mund ta jap dorëheqjen, për mua është e pa kuptueshme pse ai u tërhoq nga një deklaratë që ishte e vetja edhe në vullnetin e vet të lirë. Dhe ndërkohë që kur i gjithë sheshi po bërtet një zëri dorëheqjen e tij dhe jo vetëm, po të gjithë klasës politike që ai përfaqëson, është e papranueshme që ai të sillet me këtë lloj papërgjegjshmërie dhe cinizmi ndaj qytetarëve shqiptarë, të cilët pas 36 vitesh për herë të parë dalin në shesh në ato hapësirë publike që i është mohuar me dhunë, janë aty duke u artikuluar politikisht dhe duke sjellë një artikulim të jashtëzakonshëm politik, janë në solidaritet me njëri tjetrin që s'ka ndodhur më përpara. Kështu që për mua ky proces do ta detyrojë atë. Jo, s'ta haqen, i thes ta haqen i shkopin për këtë mënyrë. Foluri e të thënë gjërave, po të thjeshtëzojmë pak më shumë. Marrim një situatë hipotetike. Që Rama dorëhiqet dhe e çon vendin në zgjedhjet parakohshme. Jeni dakord me këtë? Ka shumë protestues që thonë që Rama dhe Berisha të ikin, që djojmë aty, se është një ata e madhe
të thenash, nga më të çuditshmet. Por ka një pjesë madhe njerëzish që thonë që Rama dhe Berisha të ikin të mos kandidojnë më fare, por thjesht të zhduken. Si arrihet kjo? Dhe pse ata nuk kanë të drejtë? Ata le të humbin aty e gjithë, po se kjo pastaj shkon pak më shumë se revolucionare. Si ta kuptoj unë këtë? Ja ma spjegoni se pyes në njerë veten tani, po të pyes ty. Nga njerëzit më të artikuluar që shoh aty e të gjitha, por tani po të pyes ty, po të pyes dhe Arbrin, si ta kuptoj unë këtë? Që jo, Berisha me këtë të tigin. Edhe disa gjëra tjera që kam paqartësi unë, ndoshta edhe kolegët e mi që do të ndryjnë pas. Tani, si e mendoj unë këtë punë, edhe thire në fakt Rama në burg, Berisha në burg, unë personalisht e shoh për te asaj që thuhet vazhdimisht që kush jeni ju, t'i vendosin burg, e tjere, nuk jeni hetues. Për mua, artikulimi shkon për te. Nuk po bëhet fjalë për ikjen e dy personave individual, personal, pra të Ramës dhe të Berishës. Ne jemi kundër një mendësie të cilët këta dy individ dhe partit që ata përfaqësojnë e kanë betonizuar në 36 vjet. Çfarë do me thënë? Do me thënë faktin që një parti e cila nuk ka garë së brendshmi, një parti e cila nuk zhvillon fare zgjedhje, një parti e cila ka një kryetar dhe një kryeministër që sa më shumë njerëz dhe po them ministra, kryetare tjerë, jemi shumë okej, por a duhet ikë me votë ky? Dhe përveç me votë, pa i thot nuk ikë përfundimisht. A i dhe kryetari opozitës. Me votë po thonë këta. Me votë po thonë. Me votë po thonë. Jo, si dorela këtu. Ka shumë njerëz aty tela. Ndoshta nuk e ke dëgjuar, po një pjesë e tyre thonë Berisha të ikë dhe të mos kandidoj fare. Berisha dhe Rama thonë edhe këtë gjë. Po a kanë të drejtë këta ta thonë këtë gjë? E kanë. E kanë? Janë dy njerëz që nuk e kanë respektuar votën. S'kanë bërë zgjedhje të tjera. Kanë thua dhe. Përderisa ata s'bën zgjedhje të tjera, s'mund t'japësh prapë shansin që të bëjnë zgjedhje siç i kanë bërë më parë. Më mirë t'ikin. Se këta thua të këto zgjedhje kanë. Me ato zgjedhje që bëjnë ata fitojnë gjithmonë. Po nëse më falë se. Po pastaj është edhe këta këtë lloj zgjedhje bën. Ikin. Jo. Po, ikin sepse janë një shkelës të ligjit dhe shkelës të zgjedhjes. Skenari, se ti e pyete për zgjedhjet të parakoshme. Skenari zgjedhjet të parakoshme është që të bëhen brenda 45 ditësh, dhe ata e kanë pikë të dy të rëndësishme tash tjetër. Thonë duhet një vit me qeveri tranzitore. Kjo është pikë e rëndësishme, sepse zgjedhjet mos sjellim idetë e partive. Jo, po zgjedhjet e parakoshme janë pa vlerë, se brenda 45 ditëve janë po një shiqemi. Siç më thoshte mua ministri dhe tjetri kandidati PD-s që kisha përballë gjërat e tyre. Ne të flasim si gazetar, të keqen, dhe si gazetar do të thotë që Sali Berisha dhe Edi Rama kanë të drejtë për mua të kandidojnë prapë. Si flak do të ata? Po, më lejoni. Abileka mendon kështu, e drejtë shumë. Por ta themi këtë gjë, se ka shumë njerëz që mendojnë kështu aty. Por në qoftë se këta do veprojnë në këtë mënyrë, ti thonë Edi Ramës dhe Sali Berishës, ju nuk do të kandidoni, atëherë çfarë ndryshimi ka nga Sali Berisha dhe nga Edi Rama? Ka ndryshim. Çfarë? Ka. Po e më thuaj. Se më falë, në fakt duhet ta shpjegojmë vetë ta. Ja, Arbre, shpjegon ti. Po, zonë Rakibi, tani gjithë shqiptarët e dinë, mos shihemi pas gjishit, gjithë shqiptarët e dinë, Saliu Gërdeci, Rama Zvërneci, gjithë ky dipol politik, partjak i 35 viteve të fundit, e kemi parë se çfarë ka prodhu emigrant, ju ka po thoni, ky është revolucioni dashur Arber. Zgjedhje të kontestuara. Revolucion, zgjedhje jo të ndërlira, kjo është më rëndësishme. S'ka lidhje me votën. Dhe ne po diskutojmë në këtë plan, unë kështu e mendoj. Kemi të bëjmë... Dhe po të pyes, dhe unë dua në emër të njerëzve që dëgjojnë. Ka që mendojnë si unë, ka që mendojnë si ty. Bile mund të ketë më shumë që mendojnë si ty, dhe se si Dorela. Dhe Abilekaj, u bashkua me ju. Ata të dy thot po. Këtë pikë po. Po çështja është si në shmënyrë. Me vot jo, thot Detela. U bët 4 këtu. Unë se kuptoj mirë. Atëhere, dorëheqja, pra kërkesa e dorëheqjes është shumë e qartë, kushtetuta thot qartë, në rastin e dorëheqjes... E thamë dorëheqjen, mo, e beri dhe, se pa dorëheqje nuk bie qeveria. E beri gjitha këte, mbritëm në një pikë tjetër, Albert, të ndjekim logjikën, e thjeshtë. Mbritëm në një pikë tjetër, atëre ka zëra shumë që thonë këta dy, nuk duan. Okej, po si ndalon këta në ç'mënyrë?
Si u thua ti që jo, ju s'do vini. Këta Ju janë dy në nuk vini. hetim, i dashur Ylli, këta janë në hetim për skandalet korruptive me 100 miliona euro. Çfarë do të thotë? Se ja, tani ti po ma bën si njeri mua që fliste nga një vend shumë demokratik i Evropës, nga Franca, dhe thoshe tani Amerika të porosit spakun që këta ti marrë në burg. Jo, këta janë të pandehur të dy tani në dhe flet përdosjen e vazhdimisht spakut. për televizion e ditën dhe natën. Dhe thoshte spaku, Amerika, të urdhëroj spaku, po urdhëroj Amerika spakun. Atëre urdhon edhe këtu, me drama, urdhon Saliu, kur të ketë pushtet. Urdhëroj kushtetuta spakun, zoti Rakipi, sepse këtu kemi të bëjmë me njerëz të pandehur për korrupsion 100 miliona Po euro, jo ti, nuk kemi shaka. jo Amerika, jo ti spaku do ta kryej vetë këtë punë po e kreu. Sigurisht, Dhe le ta marrë dhe Edi Ramën dhe Sali Berishën. Po jo tani ne themi, kurse zgjidhin do problemin ta zgjidh spaku. Kjo është mbi bazë morale, nuk mund të kërkohet. Mbi bazë morale. Ylli, të bëj një ndërhyrje. Shiko, Po, bëhet ndryrë. ne kemi patur 3 raste kur jemi ndodhur në situata të tilla, mas viteve 90. Po e mani mend, e para ka qenë qeveria e stabilitetit e Ylli Bufit. Ato të shkretin nga qershori deri në 91-shit nuk e la. U bë mbas atij qeveria teknike e Wilson Ahmetit. Kjo na çoi në zgjedhjet e marsit 92-shit, që u bë ndrrimi nga regjimi monopartiak, komunist, kaluam në... Jo, është e partia punë, është monopartiak, bën zgjedhje pluraliste në Pra, qeveri teknike flas. Kjo përgatiti Në zgjedhjet e... 91-shin e kishim parlament pluralist. Po. Parlament pluralist. Pra, kjo qeveri përgatiti zgjedhjet, prandaj kjo qeveri teknike, sepse qeveria tjetër përpara, Partia Demokratike në atë kohë nuk e pranoi të hyjë zgjedhje me atë lloj qeverie dhe shkon te qeveri teknike. Dhe rasti tjetër është qeveria e pajtimit kombëtar, që është në 97. Janë politike këto gjitha për regjisonin. Nga marsi i 11 marsi. Ndryshojnë hoxha këto komplet tani nga Deri në 27 korrik. Kemi këtu. Prit ta bëj atë po të them. Në të gjitha këto raste kemi patur një faktor ndërkombëtar që na ka ardhur këtu, i ka ulur palën në tavolinë, kanë bërë një marrëveshje, kanë rënë dakord që të bëhet qeveri teknike. Sot si do ta bëjnë? Si arrihet kjo? Më falë, se kam bërru. Si arrihet kjo? Gjithë ne dalim protestë dhe ne kërkojmë sot që gjitha ajo energji që është atje, gjitha i potencial, qëndrueshmëri që është aty, që i ka dhënë në vendit e ka kthyer ecjen e vendit në një ritëm krejt tjetër, të përkthehet tashmë në efektshmëri. Ti përkthehet vendit në një qeverisje të re. Atëherë, jemi në këtë pikë, cili është hapi tjetër? Sepse ne e dim fare mirë, nëse i themi Ramës autokrat, Rama nuk ikën vetë. Harroni që ikën vetë. Pra nuk ka shans të iki. Për më tepër, dy partitë e mëdhaja kanë treguar dhe në të kaluarën që kur kanë qenë vështirësi, ato me njëra tjetrën kanë bërë marrëveshje për të mbajtur njëra tjetrën këmbë. Atëherë, çfarë do bëjmë sot? Cila është lëvizja tjetër që të prishim edhe këtë lloj marrëveshje që të bëjmë me njëri tjetrin, po njëkohësisht edhe për të rrëzuar të mini pushtet, të maksi pushtet që e ka sot kryeministri që është në... Pra, cila është forma, ku do të shkojmë? Në dy rastet e tjera... Bile dikush, këtë sot orë është duket me se saktë. S'ka formë tjetër. Dikush më shkruan... S'kemi zgjidhje tjetër. Me ligj, nëse bëhet ligj, duhet ligjore që e ndalon. Pikat që lexuan sot ishin shumë saktë. Dy mandate edhe në shtëpi. Vetëm kjo garanton qarkullim. Sikën ai. Po më lejuan dy protestuesit, duhet të bëjë serim. Julian Kroja më shkruan. Meqense kam me ligj bëhet kjo dhe dy mandate dhe ikën. Po këtu kam eksperiencë. Po të vëmë aty, si do vëmë aty? Në asnjë rast nuk ne ka bërë qeverinë teknike të huajt. Në asnjë nga këto raste që përmendit tani. Qeveri Branicki në 97-ën? Në sekondë se i kam jetuar vetë. Kancelari austriak këtu që... I kam jetuar vetë ato ngjarje. Se suleshin në Van Rogner. Po do më lësh të flas tani se të flash. Në 91-shin e bëri Ramizalia takimin që u bë qeveria e Ylli Bufit. Në 97-ën ishte marrëveshja e 9 marsit të Berishës, që i thirrin president dhe ju e mbani mend shumë mirë, pasi Berisha e pa që e humbi kontrollin. Qeverinë teknike, që është vetëm qeveri teknike që ka pasur Shqipëria, është qeveria e Wilson Ahmetit 3 muaj. Që është qeveria teknike që këta po kërkojnë sot. Dhe rezultoi e vetëm qeveri që ka bërë zgjedhje të pakontestuara në Shqipëri. Dhe ne futëm burg Wilson Ahmetin mbrapa. Ata ajo është tjetër që. Pra, ajo se futëm për zgjedhje, futëm për tjerë që. Edhe atë e çon. Zgjedhjet e para të pakontestuara në Shqipëri kanë qenë zgjedhjet e Wilson Ahmetit. Të qeverisë teknike. Ishte qeveri teknike me teknik, nuk ishte qeveri me përfaqësues politik, siç ka qenë qeveria e pajtimit kombëtar apo qeveria e stabilitetit. Më falni,
më falni... Tani e keni fjalën juve, vetëm sqarim bëra. Vetëm 2 fjali që ose më lejoni, zotëri, unë nuk e marr vesh çfarë nuk është e qartë për ju nga këto kërkesat që sapo dëgjuat të artikuluara nga... Si do të realizojë? Jo, s'kemi asnjë vërejtje për kërkesat. Ne themi Ne po themi si ti realizon këto kërkesa. Si ti realizoj me presionit i cili po i bëhet qeverisë sot. Duhet shumë, duhet më tepër se kaq. Sigurisht, gjithmonë më tepër. Çdo ditë që kalon dhe që njerëzit mblidhen në shesh është një ditë proteste më tepër, një ditë presioni më tepër. Arbër, ti the që ne protestat duhet përshkallëzohet deri te mosbindja civile. Se them unë pushtojmë institucionet. Sigurisht, njerëzit janë zemëruar, nuk dia kolegët, ju jeni dakord për këtë? Për kapjen e institucioneve? Blokimin e institucioneve? Qa kuptim që... Që të vijoj protesta? Unë nuk besoj se kapje e institucioneve. Kjo s'është mosbindje civile kapje e institucioneve, rreth parë. Mosbindje civile ka të bëjë me kapjen e ka bërë qeveria, ne do t'i bllokojmë që të hyjnë nëpër institucione. Të paktën mendimi im nuk po flas në emër të gjithëve, por tendenca është presion mbi institucionet, drejt mbi institucionet, që bën pamundur punën e tyre dhe mund të japë dhe efekt. Këtë nuk e dim. Mënyra duhet zgjedhë këta, sepse mund të themi tyre bëni kështu si themi ne dhe pastaj gjykojmë prapë ne se pse ka bën si themi ne. Mendoj që, se po them një shtu, ajo Berishës dhe Ramës që folëm, ka të bëjë me një kërkesë që ka për protesta, që mos ketë kryeministër më shumë se 2 mandate. Pra, Berisha me Ramën skualifikohen me njëherë nga kjo kërkesë. Nëse ne realizojmë të, ata nuk hynë më në zgjedhje. Shumë të thjeshtë. Kjo është një protestë e cila pavarësisht se ka vënë emrin Shqipëria e Re, kjo kërkon një republikë të re. Dhe një republikë e re do të thotë që kryeministri mos ketë më tepër se 2 mandate, të ndryshoj kushtetuta, sepse këta bashkë ndryshuan kushtetutën në 2008 që prodhoi gjithë këtë problematikë të sotme. Pra, kjo është pikë e rëndësishme. Qeveri tranzitore do të thotë që asnjëri prej tyre të mos ketë akses për të ndikuar në rezultatin e zgjedhjeve. Kjo është kërkesa e tyre. Tani, mënyra se si realizohet nuk ka një recetë, por sistemi zgjedhor ndryshohet fal presionin që mund të bëjnë protestuesit. Dhe protestuesit nuk janë 10, as 20, as 30.000. Ata të shtunën ishin në shifrat pamendueshme. Dhe në rast se ajo shifra e shtunës mund të dyfishohet, atëherë nuk kemi argument për të thënë izraelitët, iraniani, grekët, nuk mund të gjesh më nga këto deviancat për të ngacmuar apo intimiduar protestën. Në këtë kuptim, mënyra se si është organizuar këto 23 ditë, të lëtë kuptosh që mund të jetë më mirë në ditët në vazhdim. Pra protesta mund të prodhojë këto kërkesa mund të racionalizohen, këto kërkesa mund të artikulohen më saktë, mund të ketë pika më të sakta për to, por baza është e thjeshtë, kërkohet dorëheqja e kryeministrit pra e kësaj qeverie e cila ka 14 vite në pushtet dhe mos harrim një element. Atje në protest janë të rinj, të cilët o janë lindur në demokraci, o kanë filluar ta kuptojnë demokracinë moshën 6-7 vjeçare dhe kanë parë vetëm 2 persona në pushtet. Edi Ramon dhe Sali Berishën që ndrojnë karet njëri me tjetrin. Pra, për të gjitha këto arsye, kjo protest do arri një qëllim kryesor në rast se ai grup njerëzish që të shtunën edhe mund të dyfishohet dhe pastaj hapat mund të jenë të tillë, mund të rrethohet kryeministria, mund të rrethohen institucionet. Ne nuk e dim si do ndodhi, por protestat kanë 3 mënyra se si mund të materializohen. Edi Rama mund pranë dorëheqjen, siç e tha ditën e parë, të riqet dhe të vijojë me protestë, me realizimet e tyre. Partia Socialiste mund t'ia kërkojë dorëheqjen, pra element brenda partisë. Dhe e treta është rruga pastaj e dhunës, e rrethimit të institucioneve. Se këto nuk ka mënyrë tjetër, sepse kjo protestë nuk mos presim ne që kjo protestë krijojë një subjekt politik. Është e pamundur, sepse amalgama e njerëzve që janë atje brenda, atje ke njerëz që ka kërkesa nga më të ndryshme. Grupimet shumëta që kanë dhe qëllime pas? Lëvizje politik mund bëhet ande, jo për të lëvizje. Është e pamundur që aty ti të prodhosh një subjekt politik. Lëvizje. Po edhe lëvizje është e gjitha kjo. Pastaj me kalimin e kohës, po lëvizja rrëzon. Nuk mund të krijojnë ata një forcë politike aty, është e pamundur. O Ylli, të them 3 pika për mua janë që nga dita e parë dhe duhet mbeten deri në fund. Pastaj gjithë tjerat realizohen rrugës. 1. Dorëheqja e kryeministrit, që është e panegociueshme. 2. Ndryshimi i sistemit zgjedhor dhe 3.
qeveri teknike për të realizuar zgjedhje. To janë 3 pikat kryesore. Por si do të merren këto pikë? Se këtu është gjithë qëndrueshmëria që kanë treguar deri tani protestuesit, masiviteti, rritja e numrit, vëmendja e madhe në kombëtare. Po këto 3 pika janë kryesore. Do ta kemi dhe si pyetje Pa këto nuk ke rezultat. Pavarësisht se atje deklarohet nga majoranca që jo poshtë Altin Qori, jo poshtë Ata do bëjnë punë e vetë. jo poshtë PD-ja. Opozita bëjt vetë. Përballë këtyre nuk është më po përballë majorancës nuk është më një subjekt politik. Ka dalë populli në rrugë. Dhe populli atje ka socialist, atje ka demokrat, atje ka partive të reja, atje ka njerëz që s'kan votuar kur, atje ka njerëz që vinë nga jashtë që mund mos ke shkelur në Shqipëri 26-30 vite. Por kërkesa e të gjithëve bashkohet në një pikë, duhet një republikë e re. Bëjnë, këto 3 pikat që dhe Republika. Okej, atëre, Sidorela, një sekundë. Ke gjë të... Unë doja të thoja që presioni për të pasur një finalitet, ose ka një presion, mendoj, shoqëria si e tërë, ka një presion për të parë çfarë do ndodhë, për të pritur ngjarje, ndërkohë që në gjykimin tim, ngjarja ka ndodhur dhe po ndodh. Fakti që ne kemi të gjithë një shoqëri që ne kemi quajtur apatike, që nuk ka mendim kritik, që nuk ka mendim politik, që nuk artikulohet, dhe na kanë dhunuar të besojmë që jemi kështu, jemi të prapambetur, dhe na duhet... Unë nuk mendoj ashtu, nuk ndaj këtë... Edhe jemi, kjo është gjë e parë që ndodh. Që na duhet... Në 35 vjetë e vërtet. Që na duhet pa tjetër... Më shojnë gjë të vërtet aty. Që na duhet pa tjetër një lider i fort që të na tërheq se ne nuk ja dalim dot. Sidorela, këtë po thonë pra që ne ishim pesimiste, nuk pristim që të dilin njerëzit. Për mua, revolucioni gjak ka ndodhur se kemi një shoqëri e cila për herë të parë... Kemi menduar kështu të e cila për herë të parë për mua ngrihet kundër idesë se duhet ketë gjithmonë një nish që na drejton. Një nish, një oligark të fort, një nish, një kryeministër të fort, një nish, një media e fort se ne nuk dim, nuk marrim vesh. Për mua, fakti që ky proces po ndodh, është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme për shoqërinë, sepse kjo bëhet pastaj e vetmja forcë që mund të ndaloj edhe pas qeverisë teknike, edhe pas dorëheqjes Ramës që të na vi një tjetër autokrat, se ne në qoftë se nuk ndryshojmë mënyrën si e perceptojmë veten si shoqëri së pari, si perceptojmë forcat e pushtetit me njëra tjetrën, si e perceptojmë dhe oligarkun dhe autokratin dhe mediat, ne fatkeqësisht do përfundojmë duke zgjedhur një autokrat ose autokrate të re. Në momentin që ne jemi këtu si shoqëri dhe themi, ne jemi kundër kësaj logjike që mund ta kemi legjitimuar edhe vetë, që na është vendosur me forcë ashtu, që na është legjitimuar dhe nga institucionet ndërkombëtare, se ne themi ka ardhur me votë Edi Rama, por ne ndërkohë kemi pas aty listë patronazhistësh, njerëzit janë shantazhuar me vendin e punës. Kemi pas grupe kriminale. Po them tani, po them për qeverinë e fundit, po absolutisht që është një sistem i tillë. Po s'mendoj që s'dojmë prapa ata, do i kesh lufta me ata. Ata e mbajnë këm sistemi. Prandaj ne jemi sistemi aty që të themi nuk kemi të gjithë. Tani Sidorela, jemi okay këtu, jemi jo, po kjo s'ka dyshim. S'ka lidhje me ju kjo këtë. Jo, po du të them që shoqëria si e tërë, për mua fakti që është aty dhe vendos si barikat ndaj këtij sistemi, vetin e vetë. Nuk mora një përgjigje të saktë Sidorela nga ju për pyetjen që unë bëra pak më përpara dhe u përgjigj vetëm Arbëri. Jeni dakord për shkallëzim protestet për shirje dhe përdorimin e dhunës sepse ka një urrëtie të tillë. Ka për shumë tani më shkruajnë mua një miku im thotë panoli dhe revolucionin e qershorit nuk e njoh bota para 100 vjetësh, jo sot që nuk ka shans përveç votës. Revolucioni e armatosur. Pra, po me armë. Po përveç votës sot bota votën do njoh prapë në fund. Dhe tani problemi është ti me këtë njëjtin ide që mund të përshkallëzohet. Varet ku intereson, pse votën. Nuk e di nëse kemi rrafë për të folur. Bota njeh atë që intereson, jo votën. Kështu që për fat të keq, unë mendoj që Perëndimi ynë jo Evropa njërë. Amerika po. Jo, ata bëjnë sepse ne kemi parë që ka ndodhur këto revolucionet e gjenerësisë, edhe në Nepal, edhe në Sri Lanka, edhe në Afrikë. Ju jeni dakord për shkallëzime? Në Europë, tani ka një postulat rëndësishëm që thotë në qoftë se ju nuk pranoni revolucionin paqësor, do shkaktoni revolucionin e dhunshëm. Shoqëria shqiptare në 3 javë e ka bërë të qartë që është për një revolucion paqësor. Pra është aty për të artikuluar paqësisht dhe me vendosmëri kërkesat e veta. Fakti që kemi përballë një kryeministër i cili me cinizëm, me tallje, me etiketime personale, ndaj grupimeve të caktuara, ndaj individëve tenton që ta bëjë turmën të dhunshme,
kam përshtypjen dhe besoj vërtet që nuk është më përgjegjësia e shoqërisë për të thënë që jemi kundra dhunës, se kanë treguar në 3 javë. Është po njëri kryeministër që e suli policinë e shtetit me ujë, me gaz lëcillës ditët e para për ta ndalur protestën. Pra ne jemi gjendur vazhdimisht përballë provokimeve. Aktivistët janë çdo ditë procedohen, merren pyetje, merren si formë presioni, ndalen nga antiterrori, vetëm për të bërë presion. Dhe megjithatë, përgjatë të gjithë këtij presioni, njerëzit, aktivistët, shoqëria si e tërë ka qëndruar përballë një kërkese të qartë, duam dorëheqjen dhe jemi këtë për ta kërkuar pajtësisht. Nuk mund të them se çfarë do të ndodhë, sepse grupimet aty janë shumë të ndryshme nga njëra tjetra, kanë ide të ndryshme dhe kjo i takon shoqërisë në shesh për ta vendosur se si do ta. Ku fillon problemi që mendoj unë për protestë? Të futemi direkt një gjë konkrete për kjo punë e revolucionit. Kjo ide e revolucionit, për shembull Sidorela dhe Arber, duket se ka frymëzuar shumë njerëz. Madje edhe për akte dhune. Sidorela, ju keni qenë në Kakome? Ne nuk kemi qenë tek një aksion i ngjashëm që ka ndodhur në Rrioll. Jo. Në të njëjtën formë që është. Gjithë aksionet ndryshojnë. Unë kam marrë një aksion dhe pyetjen e kam pikërisht për këtë. Ju keni qenë aty jo? Ne s'kemi qenë, po ka qenë vetëm për arsye pamundësie, se kemi qenë deri në 4 në shesh. Arber ke qenë? Jo. Jo, zoti Rakipi, unë nuk kam qenë, po ajo duket që është një akt çlirimi i pronës publike. Nga Më lejoni t'ju pyes. Po. Jeni dakord me pamjet që sa po ndoqim? Tani me sa pas unë aty të paktën njëri nuk është dhunu, ato blokimet, telat me gjemba edhe muret e betonit që ju heqin aksesin qytetarëve nga pronat e zonave të tyre, kjo është një përgjigje e merituar ndaj qeverisë që ja ka bërë pronën e shqiptarëve. Ju e njihni kështu këtë problem? Problemin e Kakomes në veçanti apo të pronave në përgjithësi? Unë mund t'ju them. Problemin që nxora unë. Shiko, unë kam një emision im, është emision investigativo politik. Ju kuptoj. Dhe kur ndryni një gjë, jam shumë i qartë për çfarë po bëj dhe çfarë po them. Sidorela u përpoq të fuste një gjë tjetër. Unë nuk e kam atë në objekt. Kam këtë gjë që thash tani. Ju këto që më thoni mua, jeni sigurt që është kështu? Unë mund t'ju them me bindje se në një shkallë të gjerë në gjithë Republikën e Shqipërisë... Ja, në gjithë Republikën, unë të mora një rast. Për Shqipërinë, dhe të mora dhunëm, në gjithë Republikën e Shqipërisë... flasim dhe për fshatin tim, po du... Shko, dje unë pash në protest një njeri i cili doli, aty për para dhe tha tani fillë mbaroj kjo tha, dhe ne do filloj me radhë. Nuk e mora sinkronin, gabim këtë të mitit se morën, po dhe jo të regonja dhe ate. Po s'ka rëndësi, ne jemi miqë bashkë, ullëm një kafe, ja u të regoj dhe ate. Po, nëse në lejoni, po. Tani, ti zotri, i e dakord me pamjet që ndoqje? Tani unë, si që thash, problemin e Kakomes në veçanti, unë nuk kam qenë dhe nuk i kam, më fali, nuk i kam pa dokumentat, si që është pun dokumentat, që se nuk pysni për teknikalitetin. Po jo, se s'ka dhe ku të mbaroj, puna është tani, po. I ke ndikur, si dokumentat ti nuk e di, qështë? Rasti. Po me këtë, je dakord? Po, absolutisht. Me atë që ndodhi? Madje ne kemi bërë thirrje që në çdo hapësirë publike, e cila është e cënuar nga individ privat. Ajo nuk është një hapësirë publike? Kompani private. Unë do ta shpjegoj ty. Nuk është një hapësirë. Unë do ta shpjegoj. Tani, do ta shpjegoj me qartësisht. Dhe ti do të thuash, do të kërkoj unë ndjes nëse nuk është kështu. Por edhe botimet mund të shifnje që nuk është një hapësirë publike. Të gjitha. Tani, pyetja është, a jeni dakord me këtë gjë? Se në kjo se mbaron kjo dhe fillon me radhë të gjitha tjerat, bilet e rojë që përmendët ju, duhet të shkohet në gjykat. Se po bë kështu pastaj, unë nuk e kuptoj. Po kompania që bën punime në Rriolla, nuk duhet të shkojnë në gjykat para se të filloj punimet aty? Por të shkojnë në burg, o zotëri, në qofë se... Jo, atëherë më falni. Të shkojnë në burg, në qofë se ka marë, në qofë se ka rëmbyrë atë, a i duhet të hidhen hekurat. Penalisht. Atere, pa dashur t'ja u tjetërsoj drejtimin e rrjedhës pyetjeve, po unë besoj që këtu më rëndësishme se sa Kakomeja apo Rriollin veçanti, unë besoj që është rëndësishme të themi që në Republikën e Shqipërisë, që nga viti 90,
ligjet e pronave janë bërë në një formë të tillë që e ka bërë kadastrin e Shqipërisë. Republika e Shqipërisë sot nuk ka regjistër pronash se ku është e kujt. Dhe përveç kësaj, dhe pastaj do dilë shkruar aty. Po jo, ky është problemi. Jo, në rregull. Më kuptoni se në rregull, më këtë mendim. Po flasim për ndoshta dëmtoni veten në këtë Jo, dashur, nuk dëmtojmë fare veten. Prona është e drejta më themelore e qytetarëve në demokraci. Nëse këtu kemi drejta atyre njerëz që e kanë pronësinë, zotëri. Po sigurisht e drejta atyre që kanë pronësi, po ju e dini që është Republika e Shqipërisë nuk ka regjistër pronash sakt sot që flasim. Me fal. Qoftë se plazhi është publik akoma, dhe sigurisht që plazhi është publik. Dhe me sa di unë aty ka pasi dalje në plazh për gjithë banorët. Komplet, nga 2 krahat dhe plazhi është publik. Pjesa tjetër që është private është e paprekshme. Mund të thuash ti që hajde ne nuk po cënojmë institucione shtetërore se shkelim ligjin, po institucione private ose pronën private e cënojmë se s'ka problem fare të shkelësh ligjin. Nëse kjo është lëvizje tani kundër çdo biznesi privat, se unë atë biznesmenin që ka komen nuk është se e njoh, se kanë takuar ndonjëherë, se di kush është. Atëherë për balancë biznes privat që ka 20 vjet atje që po kërkon lejen dhe s'po e merr, dhe askush nuk e ka smon fare për 20 vjetësh. Atëherë me që ju përmendët ka komen, lejoni të them diçka rreth. Mentaliteti është problemi, nuk duhet bërë kjo gjë, se nëse do shkohet në një biznes tjetër do thuhet ky ka marrë tender nga qeveria, hajde biem. Më lejoni atëherë, ju lutem, më lejoni 1 minutë ju them diçka. Atëherë, meqense ju flisni për Kakomen, hajde të flasim për një rast tjetër që unë e di me fare mirë. Po më le ta mbaroj, lutem, se tani do të themi edhe diçka atje. Zallë Gjoçaj është një vend ku fshatarëve thjesht ju është marrë ujë i pishëm dhe ka shku në hec. Atje nuk rrjedh më lumi, ai është krim mjedisor. Më kuptoni? Dhe tani fshatarët e shkret kanë shku, kanë fituar deri në gjykatë lart, pasi kanë fituar në gjykatë lart, qeveria shkatrimi zonave të mbrojtura plus të tjera, futu sa duash, më ke drejt. Po pra, aty është një hec privat që ju po thua një gjë tjetër. Po thua një gjë tjetër. Kjo është ligjore. Ne kemi edhe... Po tani nuk Hoxha ti si e një këtë problem. Unë thash një rast tjetër, unë po them që e rëndësishme është e gjitha. Ne kemi bazë E ti pse u bëra pyetjem pse s'keni qenë ju atje? Se atje kanë qenë... Hoxha, di gjeti për shumë? Ku të shkojmë më parë o Ylli, se këtu kjo është në gjithë Shqipëri, 200 kusur vende. Ka diçka në këtë histori, Ylli. Ajo ngjarje Kakomes ishte paralajmëruar prej disa ditësh. Pra, banorët e zonës kishin thënë që ditën e diel ne do shkojmë në Kakome. Historinë e dim të saj, çfarë ka ndodhur. I kemi parë dhe përplasjet, edhe policët, përplasjen me policinë e shtetit të banorëve të zonës për konfliktin që ka 20 e ca vite atje. Kur morën sipërfaqen e tokës për të ndërtuar rezortin, banorët e një vit s'u ngritën kundër atyre që u dha shteti dhe ta përdorin dhe pati përplasje me policinë. Por ka ndodhur vite më parë. Ka patur një kompani ujë, si pronë, po jo, jo, për qëtarët e një vitës... Kone qeverisnanën, kështë e klap medi. Po pra po, ka 20 vite kjo histori, por u ndërpre, pra ne nuk kishim më, nuk dini se çfarë ndodh atje. Bile mendoj se po ndërtoj, por këto ditë nga revolucioni, nuk është vetëm Kakomeja, kanë qenë disa pika të tjera. Por e mora një pik tani, nuk e mora për ta shtjelluar gjërësisht. Po dhe Rojli, dhe ajo Kakomeja, dhe tjetra, duhet të bëhen sipas ligjit tëre. Patjetër, por një sekondë. Në rast se para disa vitesh ka hyrë policia për ta penguar, edhe në Rjoll hynte policia për të penguar aksesin e banorëve duke pretenduar pronat e tyre, në Kakome para një ditë përpara se të ndodhte ajo ngjarja, hoqën derën. Pra, e prit si që do ndodhte ngjarja, hoqën derën. Pronarët, hoqën derën. Dhe prap shkuan atje. Por hoqën derën. Po për këtë pra sepse e dini që do ndodhte kjo gjëja. Dakor, dhe thonë, okay, dera është ha, por keni akses të shkuar në plazh. Atje i tha, më tha filani, hapeni derën. Po, i kërkoja që mos kishte konflikt, pra. Dakor. Dhe duke ditur që do ndodhte ti nuk kisha kokër policia atje. Zoti Hoxha. Shiko, ajo që ndodhi në Kakome është për mua fytyra vërtet që ka ky shtet. Dhe është disa herë që ndodh, dhe prandaj dhe njerëzit janë më shpesh. Kush është problemi i Kakomes? Është problemi me mënyrën se si shteti shqiptar, që është disa herë që ndodh kjo gjë, është si puna ati libanezit që arranë e masakruan atje dhe pastaj thonë pse s'vin investitorët e huaj, sepse kur ka vërtet investitorët e huaj kërcet kërbaç. Në rastin e Kakomes, çfarë ka ndodhur konkretisht? Atëherë, shteti ja ka shitur tokën një kompanie private. Pra, protesta nuk është ndaj kompanisë private. Protesta është ndaj shtetit që ja ka shitur
pa u marrë vesh si mbas tyre me banorët e fshatit Nivic privatit. Dhe tani, qytetarë të keq orientuar, se unë aty parë sa personazhe të çuditshëm që i kam parë fushatën e Belerit, se s'ishin kot ata aty, s'ishin Nivicët gjithë. Dhe kjo ishte gjëja që s'pëlqeu aty. Tani i kam parë edhe në Amerikë ata. Tani, çfarë ndodhi aty? Pra, konflikti në vend që të jetë midis qytetarëve dhe banorëve të Nivicës, që kanë të drejtën e tyre deri në fund dhe shtetit, prit një minutë. Shkon midis privatit dhe shteti këtu tërhiqet me njanë dhe i çon atë njoftimin vetëm hap derën i thotë aty. Jo, nëse ti si shtet e ke marrë përsipër dhe ai ka plotësuar letrat, ti do ta mbrosh. Nëse ti si shtet do ta garantosh se ty s'të vjen më asnjë kompani që t'investojë. Nëse gjithmonë letrat janë si çdo shteti. Por nëse letrat janë si çdo banorët, është shteti që do ta zgjidhë me banorët, jo kompania private. Jo, e ka zgjidhur gjykata. Më fal një minutë. Po pra, po duhet kush e zbaton vendimin e gjykatës o vëllai? E zbaton shteti. Do e ka zbatuar. Po pra shteti duhet të aty, mor, jo ta lër ata se kjo është dhuna e objektit tërë. O ylli. Ka 20 vjet që është e pas. O ylli, këtu nuk është dëmtuar shteti, mo. Këtu është dëmtuar ai kompania private. Konflikti nuk është midis kompanisë private dhe banorëve të Nivicës. Është shteti i cili edhe i ka dalë garant kompanisë private, edhe ja ka shitur, edhe i ka marrë paratë kompanisë private, edhe i ka shkuar dhe ka ndikur gjyqje me banorët, dhe në fund i lë ata të përplasën. Unë e në parim të problem se ne Po pra, parim po ta them, se s'mund të përplasë kompania me qytetarët, me banorët. Asnjë kompani private në Shqipëri nuk përballet dot me qytetarët. Po nuk e kemi në objekt. Po pra. Unë në parim thash, jo, parim ishte një gjë tjetër. Unë e ngrita në parim duke thënë këto skena që pat këtu. Po, kjo çfarë është ajo? Kush e përgjigjësi kujt është aty? Po nuk duhet ndodhin. Është kompani private, ç'po ka kompani private. Por po themi ylli. Pyetja është, ishte paralajmëruar për disa ditësh. U hoq dhe dera. S'ka lidhje. Përse policia nuk ishte atje? Pra se policia dinte që do ndodhte një ngjarje. Pse nuk ruante policia pronarin e tokës investitorit? Se kandidati për bashkinë e parë, se në fund jeni dakord me këto ishin dhe ata, sa dhe ata skena dhe këto duhet vazhdojnë një minutë, ju Po lutem. patjetër që simi Jo Timor, jo. Ore kushdo më me atë lloj skene. Ore po pyes ta dy më burr zotri. O zotri po pyes ta më valla. Është me shtetin. Dhe prandaj kanë dalë Se rrugët. mirë, mos binde civile tani në kryeministrinë tjetër. Po këtu jeni dakord për këto gjëra. Ne jemi dakord që qytetarët shqiptarë t'i tregojnë me vendosmëri i shtetit që pronën e tyre nuk mundet t'ja u marrin arbitrarisht dhe t'ja japin kujt do privati të emëruar me ligjet me porosi. Për këtë ne jemi dakord. Nëse kjo shkon puna deri aty, saqë ligji me porosi prodhon konflikt social, sepse shteti ja merr pronën komunitetit dhe ja jep një privati, kjo është e pashmangshme, kjo është e parashikueshme. Mund të unë të pyeta a ke qenë ti atje më Jo, i dashur, nuk kam qenë. Ju thash, po ja ku shkojmë më para se Një minutë për ta mbaroj. Po. Jo më the. Pastaj të pyeta e njeh si problemi, jo më the. Po janë 200 sa raste një minutë për tani. Po. Më the, njoh plot raste të tjera. Nuk të kundërshtova asnjë. Por i dashur, unë po të them një gjë të thjeshtë. Këtë rast unë e paraqita sepse e njoh. Bukur. Këtë dhe shumë raste të tjera. Edhe raste që siç thua ti, që janë vërtet, por dhe për ato unë them që ligji duhet veprojë. Sigurisht. Ose nëse do bëhet pastaj me pushk, bëhet me pushk. Dhe ka diçka që mund ta themi për të gjitha rastet, zoti Ylli. Kjo është unë them më e rëndësishme për ta dëgjuar gjithë shqiptarët sonte, sepse këtu kemi, siç ju thash, një kadastër ku pronat në gjithë Shqipërinë, mbi gjysma nuk janë të ndara se të kujt janë. Më kuptoni? Dhe mbi këto, shteti shqiptar, parlamenti, partia shtet, sot vendos Shqipëria 1 euro, ligji investime strategjike, njerëz Po të thua emëruar. gjëra shumë të vërteta, po që kanë lidhje me këtë. Jo, kanë lidhje me pikërisht me Shqipëria këtë, 1 kjo euro është pasojë e kësaj. ke drejt mos zotri. Zoti Rakipi, ju lutem, ja t'ja u shpjegoj. Kjo është pikërisht pasojë e kësaj, sepse nëse ti Jo, nuk është kjo pasojë kësaj. Po sigurisht që është pasojë e kësaj. Duhen gjykuar, duhen gjykuar, se ka plot raste në Shqipëri, se pastaj do të ikin dhe këto që janë si biznesmen. Tani ajo që po ndodh në gjithë Shqipërinë është që prona e qytetarëve po i Revolucioni them unë, Unë mos ndërtohet si kulturë për raste. nëse revolucioni do konceptohet si i tillë, që hajde tani të marrim parash një çështje tjetër. Po dhuna ka filluar kur ai vendos gardhin mor zotri aty. Jo, nuk ka vend. Ajo është akti i parë. Ore të mora rast tani. Po. Gardh jo në tokë publike. Gardh në pronë private. Prona publike po shkon qytetari ka të gjitha vitet që shkon në plazh në mënyrë normale. Tani nuk ka rëndësi kjo, hiqe këtë moment. Marrim dhe rastet e tjerë. Pra, në momentet kohë që do të vinë tani, do vazhdojët shumë në të gjitha, se
Ju nuk keni ju njerëzit që s'do jepni një momenti, se ju një dy nga qindra mira mendime që jepen aty, e kupton? Unë mund t'ju them që në qofë se shteti vjen atje ke vendi ku kam unë tokën e gjyshit dhe që nuk kam akoma dokument, unë jam i sigurt që të gjithë njerëzit e asaj zone do bëjnë në gjotë ngjashme të këtij tipi, sepse nuk të lejojnë njerëzit, nuk të lejojnë shqiptarët që të visht ju morish tokën, sepse ju ka tek Edi Ramës me bëj ligj me porosi që sjell ku diun se ka atje, dreshin me të birin ke toka ime që ma kanë lënë gjyshit ka 400 vjet, më kuptoni? Okej, po... E gjithë kjo histori nisi nga gardi i Zvërnecit, por 23 ditët në Tiranë tregojnë që të gjithë ata që dalin në shesh për protestuar nuk kanë thyer një dek peme. Në rast se majoranca... Jo, si që këta, nuk ishin atje, fare këta. Jo, po them, ajo ngjarja ka komes... Ajo ngjarja ka komes nuk mund të konsiderohet si pjesë e kësaj që po ndodh në Tiranë. Nuk mund t'i barazojmë ato që ndodhin ka komes me këtë që po ndodh në Tiranë. Dhe kjo që po ndodh në Tiranë tregon që gjithë ajo amalgam njerëzish që marrin pjesë në protestë kanë rënë dakord me një pikë, që protesta duhet jetë paqësore. Dhe kur i ngarkon që morën dhe grisën flamurin e Izraelit, po e ndyen protestën, sepse pak ditë më parë, bulevardi Tiranës ishte me gjithë flamurit e Izraelit për javën e Izraelit, dhe nuk e prekën. Dhe kjo është e rëndësishme për të thënë që kjo protestë për momentin vazhdon të jetë paqësore, se si vijon nuk e dim, por deri më sot, prandaj është masive, sepse është paqësore. Sepse protestat e mëparshme, edhe ato të partive politike, kanë treguar që kur janë botë të dhunshme, njerëzit janë larguar. Njerëzit po dalin në shesh me një kërkesë, e cila, për momentin, është dorëheqja e kryeministrit e qeverisë. Me këtë të merremi, se çfarë ndodh pastaj në pjesë të tjera të Shqipërisë dhe nuk funksionon shteti, ai është problem tjetër. Tani, a ekziston, i kthejmë edhe një herë pyetjes që nuk merr përgjigje, por edhe një herë për të përfituar në një gjë më konkrete, përgjigje më konkrete. A ekziston mundësia që kjo protestë të formalizohet në një parti politike, në 2, në 3, se pastaj zoti Abileka i tha, po mund të ndodhet si në Beograd, që ka 2 vjetë. Bën lëvizje, ta. Raqa atje, E stacionit treni Novi Sad. Bën lëvizje. Kanë kryer lëvizje, ta. Kanë bërë lëvizje, kryer 3 muaj, bën lëvizje politike. Kështu që kjo, se po vazhdoj kështu edhe 1 vit, 2 vjet, Ramanburg, Berishanburg, vetëm kjo, do me thënë këta vazhdojnë të qëndrojnë, nuk është se u bëhet dje. A do të ketë, a është ideja, apo piqet në një ide për në një lëvizje politike? Ka kolegë të mi që kundërshtojnë, nuk duhet, thot për shembull. Kolegu im Bushati që ulet aty, të vendi Abilekës, jo, thot ai. Jo nuk duhet, po është e pamundur të krijosh pra nga ajo mas njerëz që dëgjuam në mendimin tënd. Po unë për ty nuk e thash sepse je këtu. Me që je këtu, unë nuk e thash për ty. E thash për Bushatin që mungon. Po, Orça për shembull mendon ndryshe. Abileka mendon ndryshe. A mundem? Unë mendon ndryshe. Pikërisht për ty e kam, dhe për Sidorelën. Se kam thënë akoma si mendoj, po... Jo, të gjërë më një tasës. Atëherë, unë mund t'ju them këte, protesta, të paktën organizatorët e protestës, si e kam kuptu unë, është që po mundohen të krijojnë një platform ku njerëzit të vinë të shprehen hapur. Aty kanë folë kush ka dash nga gjithë sheshi dhe të gjithë njerëzit që e shohin që në këtë pikë të historisë Shqipërisë janë në gjendje të ngrej një platformë politike, të ngrej një forcë politike, janë mos e të mirë pritur ta bëjnë, kush është në gjendje ta bëjë, po kjo vjen nga gjithë këto rrymat e ndryshme që gjenden në proteste sipër. Këtu jam i bindur që në Shqipëri, po dhe nëpër diasporë, nga jetojmë ne, është një lum i madh rrjedhash ku ka intelektual shumë më të përgatitur se sa njerëzit që ka Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, politolog, shkencëtar, mjek, e të gjitha profesionet të cilët do t'i bonin shumë më tepër shërbim Shqipërisë nëse do të ishin në skenën politike se sa këta që janë tani. Për mendimin tim, të gjithë ato njerëz që po protestojnë, mes atyre ka shumë njerëz me shumë potencial politik që këte mund ta bëjnë. Dhe unë jam i bindur që kjo është e pashmangshme që të ndodhi. Nuk do ta bëjnë organizatorët e protestës, organizatorët vetëm ngrenë një platformë dhe i krijojnë hapësirën, mundësi njerëzve për t'u mbledh.
Ato, pastaj me spontanitetin e vetë, me frymën e protestës, frymën politike që ekziston në vend, ato vinë, shprehen, kryejnë parti, bëjnë çfarë duan. Nëse i keni pa në shesh, keni të majt, të djathtë, qendër, i keni të shpërndarë në shesh, nëse vini dhe i shikoni se kush ka ardhur dhe kush proteston aty. Unë për mendimin tim, në mos dikush tjetër do dali ta nxjerrë një produkt të një force, formacioni politik që do t'i japi shumë më tepër frymëzim shqiptarëve se sa këto që kemi pa deri më sot, këtë dipolin e shekullit kaluam, që me zgjedhjet lira nuk fitojnë më pushtet. Kjo tani më për mendimin tim të paktën është e sigurt, sidomos me këtë frymën që ka sjellë protesta deri më sot. Shqyrela? Unë me thënë të drejtën e mendoj demokracinë dhe procesin demokratizues si proces dhe jo si finalitet. Edhe them, shqyr që erdhi kjo ditë që shoqëria shqiptare e qeverisur për 100 vjet nga 3 individ me të njëjtën mendësi nuk po vrapon për të nxjerrë një lider. Dhe për mua kjo është fitore jashtëzakonshme një shoqërie që vazhdimisht i është thënë që ti pa një lider madje lider të fortë dhe autoritar nuk ja del. Fakti që shoqëria ka filluar ta shohë ndryshe veten, që aty ka 10 grupime, që kanë ide të ndryshme, që bashkëveprojnë, që dalin me një platformë përbashkët, po ka një kërkesë pa negociueshme, mendoj se kjo protest i mjafton kaq. Pastaj çfarë ndodh pas këtij momenti, a do ketë një formacion të ri politika, s'do ketë, mendoj që kjo është në vullnetin e grupimeve që janë aty. Personalisht besoj se për mua kjo protest mjafton që krijoj kaq. Një shoqëri që artikulohet politikisht, që s'ka ndodhur më përpara, një shoqëri që është e gjitha në shesh për ta jetuar edhe drejtën e vet, për të thënë nuk jam dakord me këtë qeverisje, nuk jam dakord me këtë mendësi dhe jam këtu për të thënë që po ndërtoj një proces të ri. Dhe mendoj që duhet personalisht ndjej si përgjegjësi për të qenë edhe sinqert me qytetarët. Ky revolucion që ne po ndodhi, që ne po kërkojmë, pra kundër një sistemi të ndërtuar prej 36 vitesh, ndoshta edhe më parë, nga media, nga oligarkia, nga krimi organizuar dhe nga partitë politike, nuk ndryshohet në 23 ditë, ndoshta nuk ndryshohet as në 230 ditë. Pra ne duhet ta shohim këtë si proces dhe jo si finalitet. Nuk duhet vrapojmë për të nxjerrë se s'bën një emër, sepse pa prodhuar këtë proces demokratizues së brendshëm njerëz si shoqëri, pa prodhuar disa kushte të cilat nuk e lejojnë kapjen të procesit zgjedhor, për shembull, nuk lejojnë kapjen e të gjithë procesit demokratizues, ne do heqim Ramën, meqense është kryeministër, ndoshta dhe Berishën, dhe do prodhojmë autokratë të rinj. Dhe për mua është më e rëndësishme që ne këtë proces ta marrim më ngadalë dhe ta marrim më në gjenes, se sa të vrapojmë dhe të riprodhojmë të njëjtën kulturë që kemi 23 ditë që po e kritikojmë dhe po e mohojmë të gjithë një zëri. Prandaj për mua nuk kemi pse nxitojmë për të kërkuar patjetër një lider, një mesia, nuk kemi pse të nxitojmë për të kërkuar një formacion të ri politik. Për mua qëndresa aty duhet të jetë që kjo shoqëri duhet ketë dhe një ca procese transformuese së brendshme. Kjo shoqëri duhet filloj ta shikoj vetveten si palë në procesin demokratik. Pra jo si e përjashtuar siç ka ndodhur për më shumë se 3 dekada, ku ajo ka qenë tërësisht pasive, është folur në emër të saj, është vendosur në emër të saj dhe ajo ka qenë tërësisht pasive, po tani më bëhet shoqëria, si me thënë, lidera kryesore e këtij procesi, që s'ka nga shkon pa demokratizuar dhe atë vetë, po edhe të gjitha partitë politike, qofshin të reja apo të vjetra, për të rikthyer pyetjes a duhet të ikin personalisht Rama dhe Berisha, në qoftë se ata nuk ikin, bëhen vetë varri partive tyre, sepse shoqëria shqiptare po ju thot, ju jeni personat përgjegjës për faktin që keni sjellë jo vetëm 2 partitë tuaja, po të gjithë shoqërinë shqiptare në një kolaps vlerash dhe autokracie në maksimum. Kështu që nuk mendoj që është më në dorën e tyre, në qoftë se partitë e tyre, formacionet e tyre politike duan të ekzistojnë, kanë për mua kusht të pa negociueshëm edhe po them zëvendësimin e liderave politik. Në qoftë se do vazhdojnë njësoj, për mua bëhen vetë varri që i krijohen partive tyre, që mund të çojnë në më shumë kolaps politik, por nga ana tjetër nuk e shoh këtë detyrimisht negativ, sepse ne kemi vuajtur nga stabilokracia, pra stabiliteti ku një lider qeveris 8, pastaj një lider qeveris 12 dhe pastaj kthehet përsëri. Ka disa pika që nuk jam dakord me të dy në fakt. Për shembull,
flasim për organizatorët e protestës. Një protest si kjo mund të kishte nxjerrë një ekip përfaqësues, jo drejtues, jo organizues, po përfaqësues, ata që janë forcët kryesisht atje, mendoj shumë më cilësor se sa dalin aty. Se kjo do tregonte që vlera e shoqërisë është shumë më e madhe dhe vlera e protestës është shumë më e madhe se sa çdo forcë që ata kundërshtojnë. Dhe për këtë arsye edhe mikrofoni duhet shpërndar me kujdes. Mendoj unë. E dyta, si është çështja e partisë. Ata që kanë jetuar 90-ën, dhe unë jam një brez që e kam jetuar 90-ën, isha i vogël, po e kam jetuar, panë se si unë ndërtua Partia Demokratike. Partia Demokratike nuk ishte një parti që mblodhi forcat gjithë intelektualët që kishin ide të djathta, ideologjinë e djathtë, në një parti kundër socialistëve ose partisë punës. Jo. Partia Demokratike mblodhi të gjitha forcat anti-monizëm, të gjitha forcat pro-demokratike, anti-sistem. Të cilët një pjesë ishtë në majtë, një pjesë ishtë në djathtë, një pjesë ishtë në qendër, një pjesë nuk donin fare të merreshin në politikë. Pra ata kishin të njëjtat ngjyrime siç kanë ngjyrime protesta sot. Por ata nuk e kuptonin sepse ne atëre ndërgjegjen ideologjike e kishim shumë më të urrët sepse nuk lejohej mendimi i ndryshe dhe ide të ndryshe. Kështu që dhe protesta sot, kështu siç është, me kaq laramane, me kaq ngjyrime, me kaq ide të ndryshme dhe të kundërta që mund të ketë, mund të krijojë një forcë politike anti-sistem, anti-establishment, pasi të realizojë qëllimet, sepse pa realizuar qëllimet sigurisht që kthehet në konflikt interesi pastaj. Se një parti politike që kërkon disa gjëra është në konflikt interesi. Si forcë, si lëvizje, po, mund ta bëjë. Dhe pasi të arrijë këto qëllime, mund të krijojë një forcë si të ngjashme me PD-n e 90-s, që do ketë mision vetëm rrëzimin e këtij sistemi. Dhe aty vi pastaj te kundërshtia me ty. Që PD-ja dhe PS-ja nuk mund të marrin pjesë në këtë proces. Sepse PD-ja dhe PS-ja treguan që nuk kanë fuqi të kontrollojnë liderët e tyre. Dhe dalja e këtyre autokratëve këtu aty vjen pikërisht në dobësi e partive dhe institucioneve. Jo sepse është lider. Shumë Abri tha një gjë shumë bukur, që duhet me ligj të përcaktohet që një parti politike, siç ka Gjermania në kushtetut, duhet të jetë demokratike. Nëse është demokratike, partia duhet të mbyllet. Arbër? Partit biznes, po e tha, duhet me ligj. Dhe ka Gjermania në kushtetut. Unë doja të thoja që jam i bindur që shqiptarët nuk janë të interesuar që dikush dali sot dhe të ndjeki shembullin e Partisë Demokratike në vitin 90. Po pra, s'ka lidhje me shembullin e Partisë Demokratike. Jo, e kam fjalën se ju po thoni tani duhet një përfaqësi nga protestuesit. Ne jemi të ndërgjegjshëm që ne Nuk më kuptove. Okej, jo. Përfaqësia nga protestuesit. Fokuson dy Përfaqësia nga protestuesit ishte tjetër temë dhe kjo partia krijimi partisë politike si amalgam idesh është tjetër temë. Përfaqësia nga protestuesit ka të bëjë me protestën dhe me cilësinë e protestës në vetvete. Ajo është një proces, Anton. Ajo është një proces. Domethënë, unë mendoj që 23 ditë janë pak me atë që po ndodh. Llogarit një gjë, që jam dakord unë që atje marrin mikrofonin njerëz nga më të ndryshmit dhe artikulojnë teza nga më të ndryshmet. Por ki parasysh një gjë, të gjithë ata atje kanë dalë kundër partive që kanë udhëhequr dhe udhëheqin. Kështu që ti kërkosh këtyre që krijoni ju një parti kundër këtyre partive është pak e vështirë. Pra protestuesve, edhe fjalimet atje, po t'jesh në protestën tonë, dëgjohen maksimumi 100-150 metra larg bokseve. Por deri në fund të bulevardit, njerëzit nuk kanë dalë që të dëgjojnë se çfarë fjalimesh mbahen. Njerëzit kanë dalë me dy kërkesa të thjeshta. Ato kanë një efekt mediatik, janë 5 kërkesa të rëndësishme. Po, ata që janë atje në protestë, nuk dëgjojnë se çfarë flitet. Pra duhet të ndajmë të dy gjërat. Duhet të ndajmë këtë që thash për cilësinë e protestës, që për forcit e tjera. Po ndoshta kjo është e bukur e protestës, ndoshta kjo është e bukur, pra ti nuk ke individ të identifikuar që dalin të drejtojnë protestën. Po them që duhet të kërkosh diplomën para se të flasësh. Por mendoj që vetvetiu duhet dalë aty ata intelektualët që thatë që janë brenda dhe jashtë, ajo shtresa më e kualifikuar e cila flet aty dhe e disha thot. Që aty dalë njerëz që disha thon.
Po, ka dy njerëz dhe që dikush e thotë që toka është e shesht, nuk e di që se keni gjuhë, një Alfred Cako me shokë e tjerë, po puna është... Nuk po përmend emra se nuk duhet kërë përçarje. Jo, përmendi mësë është këtu i Shqipëri... Se duke pasaj që kërë përçanë. Jo. E lëmë me pak, mos përmendin emra, ka Jo, njerëz... me këte du të them që protestat, pak në mënyra si grupi organizator deri tani e ka menaxhu është që kjo të jetë një platformë për njerëzit që të vinë dhe të shprehin idetë e tyre. Kush ka dash nuk është ndalu përveç dhe i fashisti. Jo, ata s'kan ide. Po, sigurisht, për 23 ditë aty mund të kenë folë 200 e sa veta. Tani, gjithë këto njerëz që flasin, në fund fare, prodhojnë një shumatore idesh që konvergjon diku, dhe dikush do dali në një pikë mbrapa, dikush që është më i zgjuar e se unë, edhe se Sidorela, edhe se gjithë organizatorët e protestës, dhe do shpalli se cili projektin e vetë politik. Projekti edhe diçka... Ta mbaroj pak si logjik dhe projekti i vetë politik që do shpalli çdo njeri që mund të shpalli aty, mund të shpalli edhe 100 projekte, sa aty ka 100 ide, nuk ka asnjë gjë të keqe. Po qëllimi që ka, qëllimi, nëse ne duam të realizojmë një qëllim nëpërmjet kësaj proteste, për të rrëzuar të klasë politike, ka vetëm një mundësi, që kjo protestë e gjitha, me gjitha idetë që ka, me gjitha kundërshtinë që ka, të prodhoj vetëm një forcë politike e cila ta përfaqësojë zgjedhje pas 12 muaj që ose realizon kërkesat e tjera. Ja, pikërisht me këtë nuk jam ndërruar. Dhe pastaj secili të shpërndahet të punë vetë pasi realizon sistemin. Po që të realizosh sistemin, s'mund ta realizosh duke krijuar secili nga një parti. Jo se cili nga një parti, më po konvergjojnë. Sepse ky sistem është shumë i fortë, mos e nënvlerësoni sistemin. Ta kanë ndërtuar një sistem që t'i mbajnë vetë në pushtet përjetësisht. Nuk kanë pushtet që eri kushdo parti të vi i rëzon. Në qoftë se nuk bashkohen të gjitha forcat për të realizuar sistemin njerë dhe pastaj për të filluar konkurencën politike të ideve aty ku kemi realizuar autokracinë, ku kemi realizuar rrezikun që paraqesin dy partitë e mëdha dhe liderët e tyre, atëherë krijon një terren demokratik ku çdo ide merr lirinë e vet dhe mund të konkurrojë me idenë tjetër. Unë jam i bindur. Teza janë këto, Arber. Po. Kështu mendon zotja Bilegaj, ti mendon ndryshe. Kolegët e tjerë, zoti Tela mendon si ty. Sidorela, po duhen thënë, do me thënë se cili. Hoxha mendon. Unë bashkojmë me Sidorelën deri tek këj momenti i fundit ku vjen Sidorela. Pra, protesta ka arritur shumë qëllime deri tani që kanë qenë të pamendueshme. Pra, evidentoi gjithë problematikat që kanë shqiptarët, prandaj shqiptarët janë shesh. Përdori simbolikat kombëtare që i bashkoi gjithë shqiptarët. Flamuri kuqezi largoi flamurit partjak dhe ajo i solli në shesh. Patjetër që vrau frikën e qytetarëve. Po mund protestosh ndaj këtij sistemi. Tjetra, i dha një goditje tektonike edhe qeverisë dhe opozitës. Si asnjëherë tjetër u tha ore dalë se është një fuqi e madhe që ka qenë gjumë deri tani dhe sapo zgjuar. Tjetra, i tregoi Europës, medias ndërkombëtare, gjithëve që ka një Shqipëri tjetër përveç asaj që tregon algoritmi i qeverisë edhe kryeministri vet. Pra sot mediat ndërkombëtare, politikanët e Bashkimit Evropian kanë një shikim tjetër, një qasje tjetër për atë që ndodh në Shqipëri. Sigurisht që protesta ka treguar qëndrueshmëri, masivitet, përbashkim, i ka ngritur shqiptarë në çdo cep të planetit që janë, edhe i ka bashkuar rreth simboleve kombëtare. Kjo është një gjë jashtëzakonisht e madhe. S'kishte ndodhur asnjëherë në historinë e Shqipërisë. Për 23 ditë, vetëm qëndrueshmëria, për 23 ditë me radhë, është e jashtëzakonshme. Kur shkon në protest, unë s'dëgjoj asnjë zë atje, vetëm kur i shoh televizor, atje nuk dëgjohet gjë nga folsi. Edhe pse ato kanë një qëllim, se flasin. Pra, është shumë pozitive që deri tani protesta ka përfshirë të gjitha rrymat brenda. Pra, një lum që ka dalë nga shtrati dhe ka marrë çdo gjë përpara. Problemi është që lumi gjatë rrjedhës vetë duhet shkatërroj barrierat në të gjitha anët dhe të derdhet në det dhe të ngjyrosi detin. Dhe në këtë moment, ky procesi nuk mund të vazhdojë vazhdimisht duke qenë aty në proces. Duhet të eskalojë në një situatë tjetër. Dhe situata tjetër cila është? Ashtu siç protestuesit kanë korrigjuar gjatë ditëve marshimin. Jo çdo ditë kanë bërë njëti marshim. Kur e kanë parë që nuk duhet shkosh në këtë zonë, s'kanë shkuar më. Kanë zgjedhur një formë tjetër. Pra kanë korrigjuar veten. E kanë mbajtur turmën në shesh. Por në fundit, kjo gjëja, dhe këtu vite ka e pjesa që tha Antoni, ore, ata që janë atje përballë, janë uqër të vjetër. Ata janë programorë të hanë mish.
Jo pa prit masi do dalin në surrel ata e të hambar. Ata janë ata të mishit. Dhe e fuqia që duhet përballë me ta, sot njëri nga bashkëorganizatorët e protestës ka thënë që ne synojmë deri 1 milion shqiptar. Po, do ishte jashtëzakonshme. Dhe shqiptarët do të jenë aty që të ndodhë kjo gjë. Por në këtë formë, vazhdimisht dhe duke mos e shtuar nivelin, thash, 3 kërkesa janë aty kryesore. Po realizon ato 3-ja është gjë më e madhe. Po si do të realizosh? Ky është gjë problemi. Dhe energjia jashtëzakonshme që ka ardhur në shesh duhet të materializohet. Nuk ka rëndësi, nuk është problem emri i një personi. Nuk ka nevojë për një emër. Edhe në lëvizjen e dhjetorit nuk ka patur një emër. Nuk ka pasur një emër. Pra, por ka pasur një përfaqësi që i tregon të gjithë pjesëmarrësve që shiko, ja kush janë qëllimet tona, ja pse ne jemi këtu, ja kush janë intelektualët që janë përfshirë këtu. Pra, të gjitha këto do të dëshmojnë, do ta çojnë në një stad tjetër. Nuk ka, nëse ne i themi regjim, nuk ka regjim që jep dorëheqjen. Regjimi do shqelmin fyt, pa shqelm fyt nuk ikin. Të mos e harroni. Do shqelmin në fyt, asnjë nga ata nuk ikën. Asnjë nuk ka ikur përveç se kur i ka thirrur Zoti në apel. Pra kur shkuan Varreza. Kështu që kjo është gjëja që ne duhet ta çojmë nga ky stad që jemi thash, protesta ka fituar jashtëzakonisht shumë gjëra. Fitore jashtëzakonshme. Por tani jemi te pjesa tjetër. Erdhëm këtu. Çfarë do bëjmë me këtë fitore që kemi marrë? Se kemi marrë një fitore shumë të madhe. Do ta lëm fitoren aty dhe do kthehemi në shtëpi, apo me këtë fitore do synojmë të fitojmë luftën. Deri tani kemi fituar betejën. Duhet fituar lufta e madhe. Dhe duke parë se si punon ingranazhet e këtij lloji pushteti dhe këtij lloji sistemi që kemi ne në Shqipëri, duke përdorur çdo ditë makineritë nga më të çuditshmet, nga më të habitshme, si për ta demotivuar, për ta thyer protestën, për t'i demotivuar pjesëmarrësit, si për t'i lodhur. Pra të gjitha këto, kjo është një betejë, një luftë shumë e madhe, e cila duhet hap pas hapi, duhet shtohet. Po, ne vërtet kërkojmë çdo ditë të shtohet numri. Por protestën e të shtunës, ne nuk e kemi patur çdo ditë. Prandaj them që ne duhet të kalojmë te kjo pjesë. Ky sistem nuk merr vesh me paqe edhe me të mirë. Ky sistem do vetëm nuk do paqe. Po, jam i bindur kjo gjë, nuk ka nevojë për receta. Nuk ka receta, ja lëm lëvizja dhjetorit. Ore ky leret të thotë çfarë mendon olla. Lëvizja, po lëvizja dhjetorit. Do ja lëm procesin. Unë them procesin, nuk lëvizja dhjetorit u ndërtua. Kemi parë shumë revolucione në botë, që kozgjatja i fton. Duhet krijuar një parti. Ftohen revolucione. Kundër sistemit një partia, pra ishte nevojshme partia. Ndërsa këtë, lëre ta zgjidh vetë protesta. Po mirë, çfarë do bëj? Si Dorela Arbër të fundit e mbyllin mos i japim kohë them unë. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Po jo pra. Përballë 800 mishit që thotë kemi kohë me. U thotë 800, në mënyrë simbolike këto do bëjnë 1 milion. Jemi në pyetjen e fundit që është vetëm për si Dorelën dhe Arbërin. Cilat janë pritshmëritë tuaja për të ardhmen e kësaj proteste qartë ta mbyllim? Dhe vazhdojmë më vonë. Po. Arbërin fillim që të themi... Po, unë du të them që si të gjithë ata protestues që kanë dalë në shesh për gjithë këto ditë dhe kanë realizuar një vepër historike, madhështore, ne jemi të vendosur që deri në fund qëndrojmë përballë të keqes që ka kapluar gjithë Shqipërinë. Zoti kryeministër, kryeshërbëtori i këtij vendi, në vend që dali dhe të bëj arrogantin, duhet të vi t'japi llogari, duhet ishte me ju në studio këtu, po nuk vjen, nuk pranon. Duhet të vi dhe t'japi llogari njerëzve se çfarë po bën. Ai ka studion e vet. Po, ka studion e vet dhe kështu. Do duam të prishim studion e vet. Unë kom gull që edhe mediat kanë këtu një rol shumë të rëndësishëm, kanë rolin e presionit ndaj qeverisë, t'i ftojnë në studio ministrat se kanë vite që nuk dalin më, nëse i keni vure, dërgojnë një bido, një tjetër, një antje, disa zëdhonës të rinj dhe nuk vinë të japin llogari. Kanë detyrimin që të japin llogari shqiptarëve se çfarë po bëjnë me qeverinë, se e kanë çuar këtë vend drejt humnerës. Janë shumë më tepër njerëz që janë larguar nga Shqipëria. Arbër, ju jeni optimist se do t'jemi dhe më vonore, po që se vazhdon gjatë kjo? Kjo do të na morë dhe verën, na e morë të rëmbyrë të verë. Vendosmëri, më lejoni t'ju them, një lutem. Shumë stina vere na i ka marë doktori me këtë të gjadin. Unë kam lind dhe kam parë Berishën e Shumë stina mua shkretin me ka marë dhe i pari që i ku fare. Edhe këtyre zotrive këtu, tani na morë dhe ju një verë. Më lejoni t'ju them që vendosmëri e atyre qytetarve e shef sa po të zbresësh në atë shesh. Ngje pak zejnë. Po, vendosmëri e atyre qytetarve e shikon gjithë secili që del në shesh dhe frikën e këtyre pushtetarve e shikon gjithë secili që
që i dëgjonte kur flasin që po të shmenden, po t'i shikoni me kujdes. Arber, falenderoj shumë. Falenderit juve. Sidorela do të thotë, natë në mirë bashkë. Sidorela, e mbyll ti. Unë doja, po, them aty që mendoj dhe besoj. Po, sigurisht. Unë besoj personalisht se kjo protestë, çdo protestë tjetër nuk ka qëllim final vetëm ikjen e një individi, po ikjen e një mendësie dhe si e tillë duhet parë si proces dhe jo detyrimisht vetëm si finalitet. Në këtë kuptim, them se arritja më e rëndësishme e kësaj proteste nuk është vetëm reformimi i klasës politike, po i shoqërisë e tërë, që fillon, rishikon një herë veten e vet që është palë në proces. Së dyti mëson një proces shumë të rëndësishëm demokratik që është të kërkosh llogari dhe të bërtasësh për drejtën tënde, dhe së treti është aty edhe për ta jetuar publiken atë që i është marrë prej 10 dekadash. Tani jemi duke folur për pritshmëri proteste, për mua kjo protest vazhdon dhe do të vazhdoj, jo vetëm nga ajo që për mua është gabim thuhet grup organizator, sepse aty ka 10 grupe organizatorësh, ka dhe qytetarë që vinë aty me ndërgjegjen e vet pa u thirrur nga askush. Pra kemi një shoqëri e mlefosur, e cila nuk mund të drejtohet fatmirësisht më në fund nga askush përveç se nga vetvetja, nga kërkesa e saj për të qenë e lirë, nga kërkesa e saj për të mos u gardhuar me gardë as oligarkësh, as autokratësh, dhe për të pas një Shqipëri të re që do t'jetë më e mirë, jo vetëm për ne që protestojmë, po edhe për ata që gabimisht dhe fatkeqësisht janë sot në shërbim pushtetit. Si me vendimet ju ku s'keni këtë besoj? Më falë? Kur njerëzit janë të pa organizuar, si me një vendimet ju keni bërë kërkesat? Vendimet nuk ka ndonjë vendim për të marrë, aty është artikuluar në kord dorëheqja, kështu që nuk është një gjë që është shpikur. Këto pikat që paraqitet sot për shumë, se ne thamë që pas 100 metrash nuk dëgjohet se s'ka asgjë çfarë flitet, apo? Pra kjo nuk është miratuar nga shumica aty. Organizim s'ka që këta, sepse marrën rastin e Serbisë. Serbi për shumë. Nuk ka ardhur sot nga hiçi. Në Serbi studentët merrin vendimet. Athinjote, antikitetit, do të vazhdoj dhe një farë kohë, se pa jo ishte prapë dhe se ngrinin dorën edhe ata. Po, se ngrinin, po këtu s'ngras dorën se se të gjojnë. Ata dorën e ngrinin, po këtu këtë ka u thotë. Thot një gjithë të cilën ne vazhdojmë ta kemi kështu po të presim. Në Serbi që ndodhi kjo, ata i merrin vendimet në auditore, në përmet koordinatorëve. Besoj se e dini. E qoni vendimin auditor, voton dhe se cili auditor më vete, nuk kishin drejtus dhe vendimin merej pasi për cilëj se cili auditor si kishë vendosur. Juve se keni një mënyrë organizimi që pa drejtus ose pa një grup organizator të keni një vendim që ta keni miratuar gjithë. Edhe mikrofoni aty me fonin nuk mjafton me sa kuptova unë. Pra, duhet bërë një organizim që... Mikrofoni dhe fonia janë një pjesë e protestës, dhe aty ka forma të ndryshme se si një të vazhdojmë të mbajmë se cili edhe mendim. Jo më të më kanë të marrë e vërësimin e vendimet? Do t'a gjenë mënyrën në tonë. Janë marrë ato, do t'a gjenë mënyrë. E rëndësishme është... Por e tela, vetëm që s'dela tjema, po është një loj. Unë po flasë në ide... Dalim në protestet. Vendime janë marrë... Dorëheqja ka që ditë në parë. Vendime janë marrë... O janë marrë të pikat sot. Vendime... Kush i mori këto, Vendime, këto janë artikuluar... Usulmua ideali që lezoj sot. Dritan Goxha i që është... A i lezoj mu, a i lezoj mu. E u që për më bëndë, është pilotu shtarat. Mirë, po se... Usulmua sot është. Po si dhe... U morën me atë që e lezoj, jo me kërkesa. U morën me atë që e lezoj. Kjo koha është i punoj për Sidorelën, mos punoj për Zeqela, kjo është diferenca. Urdhri prerë tani, urdhri prerë. Kaluam të gjitha limitet. Sidorela, jo Zeqinea. Jo, ju lutem. Ju lutem. Kaluam të gjitha limitet. Këta s'lodhen duke protestuar, ti u lodhen në studio. Ju më kaluam limitet dhe fle popullata. Fle popullata. Edhe këta nuk të lena s'këta, më qikoj që po presin. Qikoj në orën e. Dhe ikën shpijet gjithë. Mos na ikën dhe ikën protest pas nesër dhe që të bënë. Mbetër dhe këtore, se kamera s'ka këtu nga këto me elektronike, që sa që uan këto? Televizin vetë. Janë këta? Robotët. Robot, s'ka robot. Tani, Sidorela faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit. Do të takohemi prapë, do të flasim ditë, do presim prisnin e shpresoni, thot ai te Aleksandr Dyma. Po. Si që është, kryeve për atje. Prisnin e shpresoni, thot në fund. Pasi thotë gjitha ato,
të gjitha të këhijat, problemet që heqin popullet gjithë, prisni dhe shpresoni. Faleminderit pra, kolegët e nderuar, faleminderit shumë. Nderuar televizionistë, ky është emisioni për problemin e sotme. Kështu e filluam këtë javë, zgjatëm pak, por tani, siç e keni vënë re, të gjitha gjërat janë zgjatur. Edhe dita e të gjithë, temperatura është zgjatur, rritur shumë dhe temperatura, të gjitha të zgjatura janë. Tash fillon shkurtohet dita ylli. Nga Pas së dy qershorit, kaloi. Nesër. Po, deri në shtator në Dita më shkurtohet. gjatë e vitit është nesër. Nesër është dita e vitit gjatë. 16 orë. Pra të nderuar televizionistë tani, faleminderit shumë, nëse na keni ndjekur dhe do të shihemi të njëjtën. Tani na bie që të shihemi përsëri. Natën e mirë. Dhe ju falenderoj.